E këput një pjesë të kopes, e vë për para. A i e ndjehu, edhe ndoqi mbrapa, deri në kufin e pranishin, atje ku duket ajo, ai zhavori barë. Po? Atje e arriti, ishte natë, i shërsir, vetëm hëna ndryqon të pak shtu, edhe gurët që ishin të bardhë, dhe ata ndryqonin. Edhe ai e qëlloj në dritë hënës, ashtu e qëlloj e vrau. Vajti atje, ktheu kopen, po nuk e pa këtë që e kish vrarë. Vajti në mëngjes prapë. Atje, kur e gjeti të vrarë, kish vrarë mikun. Punate. Punate, e vrau, mirë, njoftoi, erdhën njerëzit e morën. Tani, vjen puna do qaj, si gjithë të tjerët, do qaj. Edhe i qante një njeriu i tija, një grua, njeriu e tje qante, dhe ndër të tjera i thoshte. Sos të vrau i smokëthinjoti, apo edukatasioti, po të vrau i kalarioti. Pra këtu, del, kalariot. I përgjigjet kjo bia jonë, atje. Po. Mjaft moj motër se shumë qave, i thot. Kalariot shumë i shave, kalariot e derkut, këput koqen e jelekut, ja vërvitin plum dy fekut. Alon Begaj, këngëtar virtual, atvetar e do shumë fshatin e tij, e do shumë historinë. Krenohet për ata që kanë luftuar dhe kanë delur gjakun. Ndihet keq kur shikon këto gërmada, por ndihet mirë për historinë që ka ky fshat dhe që ka kallarati. Alon, si ndihesh? Këtu erdhëm sot me gjithë këta kallarazi. Unë s'kisha qenë umanita të drejtën, por edhe u pezmatova sepse është një rënoj që armit si në kudo edhe këtu kallarat me ka lënë këtë kujtim të hedhur. Si ndihesh? Unë falenderoj në radhë të parë këtë ditë shumë të mirën që historia të vazhdoj me këta burra që njohin historinë që kemi ardhur sot në fshatin që dojgji Grekun dhe ndihem krenar. Dhe dy fjalë të mia do t'i them dhe unë. Po patjetër, ndaj po t'i interesoj. Kallaratin me këtë bukuri që the dhe tine që po shikon sot apo dhe ke ditur si vëllai ynë edhe si në Kallarat. Unë doja atraksion turistik të 100 fshatrave, mendimi im. Dhe jam i mërzitur se e meriton me sa kam këndë vështrimin unë. Dhe e meriton. Ka fjalë plot, po të gjitha u prekën si nga lutua, si nga të mëdhinjt, si nga dajot, se jam edhe nip, këtu edhe banoj dhe emociononem. Edhe dua që të bënen më tej gjëra të mira se si do vinë nga kërkesat e fshatit, nga vazhdoni ngri grupi polifonik sepse këto vende ka nevojë për folklorin. Grupi polifonik e ka një ftohje duke emigruar kallaratas që kanë kënduar shumë bukur. Unë kam marrë në 79 dhe kam qenë pjesë e grupit. Kam qenë në Gjirokastër në 87 në Radio Gjirokastër, në Tiranë me Birqeri Baj, një fshatar yni dhe i dashuruar për këngën na ka çuar në Tiranë. Çdo të bëni për të ardhmen, të ta ngrini grupin. Dëshira është e madhe, po të mendoj. Merrit gjithë shokët dhe hajde këtu se këtu frymëzoni dhe krijoni jo vetëm melodi dhe vargje, po këtu do të fluturoni me krah nëpërmjet këngës. Një falënderim është yti dhe si Dajo që më ke mua edhe si Kallarata si të ke të gjithë që je i lidhur aq shumë që sot vjen dhe
unë emocionon dhe më pëlqejnë gjërat që mos të humbas histori e madhe, lufte, pune, këngë me burra, duke nisur. Jeni pasardhës të denjtë atyre që kanë bërë këto luftra dhe i kanë dalë për Zotë Vatanit, dhe për këtë unë të falenderoj edhe ty si pjesë e gjithë i komunitetit kam këtu. lënë këtë ditë ashtu si që planifizuam dhe na vast mbar. Marrë edhe gjithë mirë. Era në bese zunë bena, djem të tanë nisam nuk vena. Lamro, krajina e Kurveleshit është një krajinë e madhe, si që dihet. Ajo shtrihet në 4 rrethe. Në këto futet edhe Kallarati për të cilin ne jemi duke kryer këtë telereportazh. Mund na flasësh pak për këtë krajinë, shkurtimisht, për të njohur edhe shikuesit, për ta prezantuar këtë krajinë që është sa heroike, aq edhe e bukur, e cila ka lënë gjurmë në historinë e kombit tonë. Tashi, para pak ditësh, lezova një gazetë kështu. Lezova një gazetë. Një titull bombastik. Ra miti i labëris patriotike. Njërë. Po? Më bëri çudi se besoj ai gazetari ka gjë duhet ta di që patriotizmi nuk është mit. Nuk është mit. As legend. Patriotizmi është përkatësi. Është identitet. Është karakter. Patjetër edhe karakter, po është identitet. Kudo në botë, në përkufit kur kalon, do parakesësh pasaportën. Dhe pasaporta ka vend lindjen, pra kombin kujt i përket edhe datë lindjen, edhe emër mbi emër. Po, ky është Kurveleshi. Tashi Kurveleshi, do me thënë, askur nuk bie ai miti, thonë këta, por ajo është një vërtet historike, që të paktën të flasëm për kaq, le për më tej, po të pak 200-300 vjetët e fundit, ka qenë një kala që mbronte gjithë Shqipërinë. Të gjitha goditjet Kurveleshi ka ngrënë. Të gjitha goditjet, nga greku, nga turku, nga italiani, nga gjermani. Pra, ishte një kala që mbronte të gjithë. Në këtë kuptim, do me thënë, nuk duhet trajtuar për një disfat, për një diçka të tillë, do me thënë që disa njerëz aty, se ka dhe njerëz, dhe si kudo thoshin të parët, të partan kishin një fjalë të urtë, që thoshte, s'ka hane pa hale. Hane është pia. Më kupton? Po. Pra gjithkund ka qenë, dhe jo vetëm Kurvelesh, por në Shqipëri në gjithë botën. Gjithmonë njerëzit nuk janë një lloj. Ka që ndjenjën e atë deut. Edhe sakrifikohen për atë deut. Ka që nuk e ndjenjën fare, nuk u ndjen shpirti, ndjenjën e atë deut. Dikush ndjet grek, dikush italian, dikush amerikan, dikush gjerman. Nuk do të thot asgjë, është e drejtë e tyre, më kupton? E me gjithatë... Por e kam fjallën, një palë votime nuk e shpërbëjnë... Do dalim të votimet. Faktin që është krahin heroike patriotike, Kurveleshi. Në ndarjen e re administrative që u bë para 3-4 vjetësh, krajina, ose më mirë themi Kurveleshi poshtëm, që futen 3-4 fshatra të lumit Vlorës së bashku me Fterë dhe Çorraj, ishte u prit shumë mirë nga banorët e kësaj zone.
Për vetë arsyen që këta u kthyen në atë marrëdhënie tradicionale, ku Kurveleshi dhe Labëria kanë pas marrëdhënie shumë miqësore dhe vëllazërore. Ajo është një nostalgji që me rikthimin në këtë administrim ktheu shumë optimizëm tek këta banorët e kësaj zone. Është vërtet kjo. Po kjo ka Himara ka qenë kryeqendra e Kurveleshit. Edhe shumë fshatrave të Lumit Vlorës. Po? Ashtu. Ka qenë kryeqendra. Vetë himariotët i kanë kënduar dikur atëherë që sa ishte bërë muslimanizimi i Labërisë brendshme, i Kurveleshit brendshëm, malor, këndonte që në Gumenice lartë i marrësh çdo fshat, qem rigat me fesat, rigat do me mbretëri, fesat me trimëri, sa bukur e ka përcaktuar, tamam mbretëri. Qem rigat me fesat, osmëlliu me zanat në ndau e mbetëm pak nga njëherë biem në gjak. E pra, po që armiqt gjithmonë e kanë gjetur mbështetjen që na kanë përqarë. Tani, dhe kysh kur është krijuar kjo këngë, domethënë në kohën e muslimanizimit të Kurveleshit. Po. Pra, muslimanizimi i Kurveleshit u bë e bëri turku, kuptohet, e bëri turku. Ajo u krye me shumë mënyra, qoftë edhe paqësore, qoftë edhe vullnetare, qoftë edhe për interesa, muslimanizimi. Po patjetër. Ashtu. Kështu që ishte qëllimi. Por qëllimi ishte që këto dy krahinat mos ishin bashkë, të ndashin. Sepse këtu kishte gjetur Belan. Të luftonin njëri tjetrin. Këta të vresin njëri tjetrin, të dignin njëri tjetrin. Kjo ishte hilea, kupton? Prandaj dhe në Kurvelesh, dhe Labëria në përgjithësi, po dhe Bregdeti. Nuk është që nuk e ka lëviz fen. Mirë ne që lëvizme të raftuam muslimanizmin. Atë krishterimin. Po dhe ata nuk janë aq fetar krahasimisht me duke parë në ata janë adhetar, shumë adhetar, por edhe mjaftueshëm fetar. Llambro, kur nisëm këtë emision, ram dakord që të flisnim primariotët, jo për tendenca fetare apo bindjesh, por për ata adhurimin që na kanë patur dhe na kanë në marrëdhëniet midis Kurveleshit, Labërisë dhe Himarës. Nuk e lam me marrëveshje mos flisim sepse ishim në procesin e fushatës elektorale, për mos likuar. Ne ishim në kallaratin e vjetër, ku filmuam, intervistuam, pam, ndihem trishtim, ku migërmadhat e djegura prej shovinistëve grek në 1914, shikonim në sy ata njerëz që në genin e tyre, kuptohet jo të gjithë populli grek, kryen masakra njerëzore dhe krajinore. Nuk folëm. Lindi fenomeni Fredo Bejleri. Ai u votua, u fitoi Bashkinë e Himarës. Kjo për ne s'ka shumë rëndësi, për ne rëndësi ka ato piketat dhe tezat që ai hodhin gjatë fushatës elektorale, ku ne si Kurveleshas jemi nuk na erdhi mirë, kur ai në programin e tij kishte që të helenizonte jugun e Shqipërisë. Po, çfarë pret nga njëri që futet në zanatin e tjetrit? Ai domethënë këtu